Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshqive. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është salmoni. Salmoni është peshku që noton kundër rrymës për të arritur vendlindjen, për të përmbushur qëllimin e vet më të thellë. Edhe ju pra, të dashur peshqi, tani e duke ndjerë një thirrje të mbrëmshme që nuk përputhet me drejtimet që ndjekin të tjerët. Mund të jetë një ndjesi që të fton të ndryshosh drejtim, të kthehesh pas tek vetja, tek rënjët e tua, ose tek një e vërtet që e ke harruar. Në fakt tani e pash dhe peshqit dhe peshku salmoni, e mendova në fakt. Kjo letër të thot, mos u trembni, nëse rruga jote duket ndryshe, sepse ajo është ajo që është për ty, nuk ka pse të jetë të shpjegueshme para s'kën tjetër. Mund të ndihesh sikur po ecën kundër gjithçkaje, sikur askush nuk të kupton, por pikërisht aty, në atë rrjedh të kundërt, është forca dhe misioni juaj, të dashur peshqi. Salmoni gjithashtu përfaqëson mençurinë e lashtë, urtësinë që nuk blihet, por fitohet përmes përvojës. Ti ke kaluar shumë dhe tani e dije që ke mbledhur intuita jote, përvoja jote, ndjeshmëria jote janë pikërisht udhërrëfyesit që të duhen. Pra, të dashur peshqi, besojeni, mos e mat forcën tënde me sa e lehtë ke rrugën, e vërteta jote mund të çojë kundër rrymës, por të çon drejt vetes, dhe ky është destinacioni më i shejt nga të gjithë. Pra, diçka jo tradicionale, të dashur peshqi, çfarëdo që ndjeni, ndiqni zemrën e juaj.